Përshëndetje. Nesër kemi episodin e radhës në Marsh Shqip. Do të flasim për një plagë sociale që ka prek shoqëritë shqiptare, jo vetëm në Kosovë dhe në Shqipëri, por edhe në mes komunitetit tonë shqiptar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E dini ju që 1 në 4 çiftet shqiptare i drejtohet gjykatës për divorc. Pra do të flasim për divorcet. Do të flasim për cilët janë arsyet që shkojnë shqiptarët drejt gjykatave. Problemet ekonomike, financiare, emocionale, apo fakti që këtu si burrat ashtu dhe gratë ndihen më të lira, dhe fakti është që nuk i dëgjon ose nuk i merr vesh komshiu që po ndahen. Do të flasim për fëmijët, kush ka të drejtë dhe kush nuk ka të drejtë më shumë. Do të flasim për pasurinë, do të flasim për pagesat që mund bëhen. Do të flasim për një temë edhe më të rëndësishme të cilën të rinjt po ndërgjegjësohen. Kontratat paramartesore, sidomos tek çiftet e reja të cilët kanë biznese këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të flasim gjithashtu edhe për problemet të ndryshme të cilat kanë të drejtën ose gabimet që bëjnë shqiptarët në rastet kur i drejtohen gjykatës për divorc. Për këtë temë do të kem të ftuar një avokate, një gocë e cila ka ardhur vetëm 6 vjeçë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është Dea Çoka, e cila ka një karrierë të suksesshme dhe është presidente e shoqatës avokatëve shqiptar të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe prej kohësh tashmë është drejtuese ose partnere një zyrë ligjore këtu në Boston, e specializuar vetëm në çështjet familjare. Pra mos harroni na ndiqni nesër në ora 12 me orën e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në ora 6 pasdite me orën e Evropës. Gjithashtu ndiqni lajmet në marshship.com. Faleminderit.